Po muzika është e lejuar në Islam? Kjo është një çështje mendoj që është si puna e shumë veprimeve që do të thonë njerëzit i bëjnë dhe i veprojnë, por nuk ka të bëjë kjo me të qenit musliman apo jo. Domethënë, unë do të jap një rast më ekstrem se sa muzika. Për shembull, dikush pin raki. Ka mundësi me qenë musliman? Po musliman është. Po ai pin raki, po mirë, pse pin raki njeriu nuk del nga feja. Pse han mish deri, njeriu nuk del nga feja. Pse një femër nuk mbulohet, nuk del nga feja. Pra, sepse edhe shumë mirë bidës që e bërë këtë pyetje, sepse nga një herë kur hasim në listën e ndalesave në Islam, në duket sikur po kush i lën të gjitha këto vëlla, se ne me këto gjëra jetojmë. Nuk thuhet duhet i lësh gjitha. Është më e mira. Por nëse nuk i lën, nuk del nga feja. E rëndësishme është që ti mos thuash s'ka gjë. Ama se i ka hiko këtij muhabeti. Okay. Kjo është problem. Ama nëse një thotë di si është puna, unë jetoj me këtë gjë vëlla, çfarë bëj? S'ka gjë, domethënë me kuptimin nuk je duke mohuar rregullin ose ligjin. Gjithë problemi që është nëse mohohet ligji, flas gjithmonë në konceptin fetar të gjës. Pra në momentin që mohohet ligji ke problem se ti po kundërshton ligjin. Në momentin që ti thua ti si është puna s'rri dot pa këtë gjë, çado qoftë ajo gjëja nuk është se njeriu domethënë del nga feja apo është jo besimtar.